Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër vlog. Balla ime vazhdon të jetë e padisponueshme. Nesër, shpresojmë nesër të marrë punë. Nesër është e njëjtë sot është në punë. Unë iki edhe të premten. Shpresojmë të marrë punë dhe nesër. Sot është shumë ftohtë në Shqipëri. Bieshi, siç mund të vijë të re. Okej, sa. Unë doja që të mbuloja kamarshall dhe madh, kështu që të mbuloj edhe këtë pjesën këtu që mos merrja ftohtë. Edhe kaq, sot s'kam bërë ndonjë gjë, kush e di çfarë, thjesht vajta mora sofaqin, lushnjë sepse ishin shumë të mira. Edhe bërë burrim ja dy gjëra që kishte për bërë. Kaq, kjo ka qenë dita ime sot. Ha, po, si kam treguar. Harrova. E mbylla vlogun për të thënë që më ka ndodhur diçka edhe ta them tani. Atëherë, duke përfituar që sot mes ditës kam gjë, po bëjmë gati që takoj për kushurirën. Direkt nga dhëmballa e shtëpisë. Të bëjmë gati 1-2 qora edhe do ikite të takoj kushurirën në Elbasan. T'ju thoja çfarë ndodhi. Praktikisht hënën, po, të hënën unë vajta në Lushnjë, në një qytet domethënë, edhe do mbushja telefonin. Kisha një numër edhe doja të shikoja nëse ai numër funksiononte. Ai numër nuk funksiononte. Edhe okay, thash i ka, edhe mbusha telefonin e vjerrës, në cilën hap hotspotin, domethënë. Do thoni pse ma tregon gjithë këtë. Është e rëndësishme kjo gjë, sepse shkoj dhe te Uani, edhe çdo gjë okay. Dje që ishte e mbartë, mbas dite, e mbartë në darkë, më merr babi në telefon. Ku e ke portofolin? Çam? Moj ku e ke portofolin? Çam ti them. Sho, nuk ishte aty. Shikoj, nuk ishte portofoli aty, thot. Po pikërisht sepse e ke harruar tek Vodafone, thot. Rratë parë më thot Eagle, po. Thash, okej, ndodhë, kujtova që kisha nxjerr portofolin për të marrë kartë. Thash, po ti nga e di? E kisha marrë, nuk e di, unë nuk e mbaj mend emrin asaj vajzës, nëse sheh këtë video, shumë faleminderit. Kishte kërkuar tek portofoli një lloj adrese ti me një numër kontakti dhe unë aty kam kartën vizitën e punës babit tek portofoli im. Dhe kishte marrë babin në Itali. Edhe babi mendoi se ishte call center, tha një herë nuk e përgjigja, pastaj po kom gulte dhe u përgjigje, kishte thënë babi, jo, nuk jam interesuar. Edhe kjo kishte thënë, ju lutem prisni një sekond. Po kërkoj Xhensila Elezin, e njihni? Ai kishte po, shikoj sa ime, pse çka ndodhi dhe i tregon kështu ka harruar portofolin këtu. I kishte dhënë një numër kontakti, ja marrëm këtë vajzën, mu përgjigj direkt dhe them jam Xhensila, thot. Po, thot pa merak, hajde nesër, domethënë sot, në mëngjes është turnim. Unë hiç nuk i kisha vënë fare, domethënë mos kishe gjeta, mos kishe qenë ajo shtëpi mirë, mos kishe qenë, nuk e di domethënë. Unë problemi im ishte vetëm janë dokumentat, se s'po më intereson të bëj gjë tjetër, se kartat e, domethënë bankat i bllokon e gjëra të tjera. Problemi janë që janë gjithë dokumentat e mia. Dokumentat e Italisë. Hiç unë nuk e kuptova fare. Dhe e bukur është se unë atë ditë vajta dhe tek një bizhuteri, se kisha për të rrugë 1-2 gjëra, por i kisha në xhep të paltos, dhe nëse por ato bizhuterit nuk rregulloheshin, edhe më tha, nëse dhe ashtu do kisha paguar, kështu që automatikisht do kisha nxjerr portofolin. Por nuk bëra gjë dhe nuk e nxora fare portofolin, se imagjino, ta kisha nxjerr, besoj do kisha kuptuar që atë ditë, por zot ku e kam mendin, nuk e di, më tha dhe kele, që kur ardha ai shumë e hutuar. Nëse u bëra gati, do ndroj pallton tani, do heq xhupin, do vesh pallton dhe do ikin në Elbasan të kushurirën dhe hallën. Për darkë kemi ardhur tek ky agriturizmi Arrab, që e kam parë kudo, kam gjuar kudo, gjithë ata që ndjekun kanë ardhur nga kjo zona jon, domethënë, dhe thash hajde të vim të provojmë. Po që është bërë super qytet belshë. Sa lezetshëm jo. Përshëndetje. Një ditë tjetër, sot është shenjte. Bie shi dhe është ftohtë. Okej, është më pak ftohtë se dje, por është ftohtë edhe po bie shi. Unë mbarova punën me të mballën sot. Gjithë gëzuam. Mendoj se është mirë. Gjithsesi nëse kam probleme kur ha, po e ndjej ku di unë, do shkoj nesër prapë, edhe i pastrova. Bëra gjithë kujdesit dentar, domethënë, sepse si dihet kur kthehem në Shqipëri, s'besoj të kthehem minimalisht brenda fundit vitit, s'besoj, por
kur mos thuaj kur nuk I dihet kur në jetë. Kështu që kjo gjë u bë, por kam një lajm të keq. Siç të gjithë e prisnin, kush më një mua, jam pak kësmuar. Mendoj se u ftoha, mendoj se edhe pak bajamja, edhe më koka, mendoj që e nënvlerësova motin në Shqipëri të me drejtën, sepse më thonë, jo, bashkë ngrot, okej, nuk është aq ftohtë. Edhe e nënvlerësova dhe nuk kam marrë rroba që janë të trasha, kuptojnë që të mban, rroba që janë tamam për dimër, mendoj unë, sepse, okej, dhe ato 2 ditë e para, 2 ditë e gjysmë të para ishte diell, ishte mirë, sa dje dhe sot katastrofike situata këtu në Shqipëri, kështu që nuk e di se çfarë po më bën nisi punë alergjie. Po më kruhet kjo gjë aty. Her pas herë më ndodh të gishti unazës, nëse e dini pse më thoni. Shqipëri si më bëhet. Kështu që nëse dini ndonjë gjë, më thoni. Ky spitali lushnjës njerëz. Zoti ndihmoft njerëzit. Zoti I ndihmoft njerëzit. Sepse sinqerisht mua më duket shumë katastrofik. S'po flas për mjekët, s'po flas për infermierët, po flas për strukturën. Po flas për strukturën. Për rrugët, për parkingun, po flas për ndërtesën. Nuk di, Zoti ndihmoft njerëzit. Edhe, çfarë shtora tani? Ky ka qenë mëngjesi im nga ora 8 deri tani që është 11. Tani do shkoj të ha një brek me çela sepse e meritoj. Vjerrja ime ka shumë mandorina. Jashtëzakonisht shumë dhe janë shumë të mira, kushdo që I ka provuar e di. Edhe duke qenë se është ngrohtë, realisht edhe me këtë xhupun jam super okay. Kështu që do shkojmë të vjelim ca mandarina. Domethënë është aq ngrohtë sa Keli është me mangë të shkurtra. Ju lutem, shikoni sa mandarina. Edhe unë jam shportimi I preferuar. Shikoni që Keli. Shqipëria më vdes. Ku janë mandarinat? Ku do I marrim? Sa pas kanë ron? Nuk fitet. Marrën sa mandarina, ato portokalle janë ato me sheg ato. Si quhen? Sheg. Janë çertu me sheg, ato janë të kuqe brenda. Te portokalle I morën. Delicious. Tani do marrim mandarinat. Sa gjuna si janë. Kapin sa mandarina, Keli thot sa më brenda t'jen. Nga pemët, aq më mirë është. Oj, mrano, Kel. Ke njerëz Gjensila po bën rolin e bujkës. Si një përshëndetje që po ikim, Shqipëri sot është ngrohtë, nuk bie shi. Është ngrohtë sot. Unë s'kam nevojë për shalli, jam thjesht me paltë për rrugët. Okej, se kanë qenë më keq, po prapse mund të ishin edhe më mirë. Se rrugë fshati. Rrugë drejtësore, okej, kuptoj që jam rrugë drejtësore, po. Pikërisht kanë qenë më keq, por janë mirë se prapse rrugë fshati. Ju pa ta thënë që do I nis Xhuliës një valixhe, boshi pa ta marrë quri kanë Angli, dhe I thash Xhuliës, çfarë do thash që të fus brenda valixhes, a do që të sjell në Itali. Çaj malim. I thash Ronaldos, çfarë do të sjell, thash? Qoftë. Për një çaj në malit e bleva. Por, nuk e di për sa I përket qoftë, se zakonisht ato vijnë të ftohta në aku, kështu që nuk e di. Për atë pjesë jam pak e dytëzuar. Kështu që nuk e di për sa I përket çajit malet. Do shoh nëse mund ta fus në një nga ato letrat e kuzhinës, që janë si e kuptot për çfarë flas. Për ndryshe, më ngeli çon ta qoftë. Vishi prit haj. Ronaldo qoftë sa shapka. Do shumë gjithsesi. Normalisht. Është momenti që duhet bëj të çantën gati. Kisha bërë një lavatrice, kështu që edhe pak kohë. Por nuk e kalova keq. Sot është shtunë, unë nisa nga Shqipëria dhe erdha surprizë në Itali.
E dinte që do vija vetëm Ronaldo, si kisha thënë që në momentin që bëra biletën. Pa ta thënë mos e thuaj gjë që sepse duhet t'i bëj surprizë. Herën e parë nuk pata mundësi sepse s'kishte kush më merrte, po kësaj herë nga që kishte Ronaldo mundësi, e pata organizuar dhe ishte më vërtet vedi. Sa janë surprizuar. E planifikova çdo gjë në detaj, i pata kërku mamit dhe babit numrin e një agjencie që përdorin ata autobusi për të sjellë gjoja valixhen e Xhulias. Xhulias i shkruajta 3 orë, që sa gjatë avioni Shqipëri-Angli, i shkruajta pas 3 orësh, nuk e ndezja telefonin. Çdo gjë në detaj dhe së funksionoi, mami mu bë me zemër kur ka pa njerëz. Nuk arrita do ta filmoj sepse mami më vua nga zemra dhe kisha për merak. Kështu që hyra në shtëpi, e thirra, ajo, hajde, tha kush është, ku pa mama. Ngriu një moment, po djersitej, edhe nuk e filmova dot, babi nuk ishte aty, kishte dalë në kunate, pastaj erdhëm të Xhulias, reagimin e Xhulias e keni në reel në Instagram. Pips. E prisi? Jo, prisi njëri tjetër. Historia gjatë. Po të pjesë e gënjesh stres Ronaldo, gjithsesi, kështu që erdhëm ne, unë dhe Kelly, nuk ndryshom, thjesht një fundjavë, por ishte sa për t'i takuar me që kishim rrugën kur i thonë, para se të filloj dhe sezoni e gjëra të tilla. Ky ishte edhe vlogu i fundit në Shqipëri dhe 2 ditë ushqim në Itali, do vazhdoj këtu dhe nuk besoj se do regjistroj, kështu që shihemi në vlogun e radhës. Ju duam shumë, ju përshëndesim.